Deputetja e Kuvendit të Shqipërisë Mariana Koçeku i është përgjigjur kërkesave të përfaqësuesve socialistë për dorëzuar mandatin e deputetes pas vendimit të saj për t'u larguar nga Partia Socialiste dhe për të vijuar aktivitetin parlamentar si e pavarur. Koçeku kundërshton pretendimet se mandati i saj përket partisë për shkak se u zgjodh përmes listës së mbyllur në zgjedhjet parlamentare të vitit kaluar. Në reagimin e saj publik, ajo deklaroi se mandati tashmë ka ardhur në vendin e vet, duke akuzuar drejtuesit politik se për muaj me radhë kishin privuar nga ushtrimi i plot i funksioneve të saj. Nuk ua ka marrë mandatin e deputetit, ma keni marrë ju mua për 10 muaj rresht. Tani mandati ka ardhur në vend të vet. Nëse jeni kaq të sigurt që unë nuk fitoj pa ju dhe ju i keni plot 83 mandate, atëherë shpërndajeni parlamentin, shkojmë në zgjedhje të parakoshme dhe masim forcat se kush fiton çka. Kësaj radhe do marr me vete kecin tim të shtrenjtë bashkë me mesën e mpret dhe do të zbres për të kandiduar në Tiranë. Para se të vi, ndoshta ju marr leje malsorëve të mi me fol në gjuhën standard. Debati u nxit pas disa figurave të Partisë Socialiste që kërkuan dorëheqjen e saj nga mandati. Mes tyre ishte edhe kryebashkiaku i Lezhës, i cili argumentoi se mandati duhet i kthehet forcës politike nën siglën e së cilës ajo u zgjoll. Të dielën Koçeku njoftoi zyrtarisht largimin nga Partia Socialiste dhe kalimin në statusin e deputetes së pavarur në Kuvend. Pak më vonë ajo publikoi në rrjetet sociale simbolin e flamingos, i cili gjatë javëve të fundit është identifikuar me protesta anti-qeveritare që zhvillohen çdo mbrëmje në Tiranë.